ardhët në Gramsh. Nderuar drejtues politik i qarkut të Elbasanit, zoti Tomor Alizoti. Të nderuar kandidat të listës së qarkut për Shqipërinë madhështore. Të nderuar bashkëqytetarët e mi. 11 maj po afron. 11 maj është dita kur Gramshoqët të gjithë së bashku, larg bindjeve të tyre personale, do të bashkohen së bashku për të bërë ndryshimin, për të bërë ndryshimin e mirë pritur, për të bërë atë ndryshim dhe për të ndëshkuar këta pushtetar të papërgjegjshëm, këta pushtetar arrogant, mashtrus dhe gënjeshtar, të cilët e lanë Gramshin në këtë farfeje, në këtë prapambetje që asnjë rreth tjetër nuk ekziston. Që e lanë Gramshin në varfëri dhe në mjerim. Gramshoqët të gjithë së bashku, për të bindjen e tyre personale, do të ndëshkojnë pikërisht ta pushtetar, do të ndëshkojnë për këto rrugë që i mungojnë Gramshit sot në 2025. Do të ndëshkojnë, sepse nuk ka një aks të vetëm të njësia administrative në asfalt. Sikur një të tillë të kishin bërë këta zotrind, në kaq mandate, sot Gramshi do të ishte me rrugë. Le të mos flasim për rrugët e fshatrave, sa atje janë të zosh kokën me dorë. Janë bërë ato rrugë që në kohën e ish kooperativave, me traktorët e Stalinit e të Mao-Tse-Dunit, dhe aty kanë mbetur edhe sot. Dhe askush se ka quar mendjen të ky problem kaq etik i këtyre njerëzve. Gramshoqët do të ndëshkojnë për atë ujin e pishëm, që mungon në shumë fshatra. Nuk ka ujë Silarja, nuk ka ujë Kuturqara, nuk ka ujë Kabashi, nuk ka ujë Tunja, Duzha, e shumë fshatra të tjera. Dhe bëhet fjalë për gjën më etike, ujin e pishëm. Po një të tillë të kishin bërë në një mandat këta zotrinj, sot këto fshatra do të kishin ujë në shtëpitë e tyre. Do të ndëshkojnë gjithashtu këta pushtetar edhe për atë ujin e vaditjes, që mungon sot. Ndërkohë që mundësit janë pafund, të gjithë fermerët në të dy anët e liçenit të banjës kanë mundësira pafund dhe me shpenzime minimale, po askush nuk e ka quar mendjen te ky problem kaq etik. Gramshi do t'i ndëshkoj këta pushtetar të papërgjegjshëm për këtë varfëri. Për këtë varfëri që vetëm i gjeni mund ta përshkruante. Nuk mundet kjo varfëri të jetë në Gramsh, kur ky Gramsh ka pasurira pafund. Çdo metër katror i këtij rrethi, i këtij Gramshi është një pasuri e pachmuar, me pije, me male, me kullota e gjithçka tjetër. Por askush nuk e ka quar mendjen që t'i kthej këto në benefite për këta njerëz, për këta banor. Ndaj Gramshoqët do të ndëshkojnë më 11 maj, do të ndëshkojnë dhe do të ndëshkojnë ashpër bile. Ka kullota vëllezër, ka Gramshi kullota pa fund, me kapacitet mbajtës me mira krerë bakti timta, por ato numërojnë me gishta. Në ka marrë malli për këmbërën e deleve. Ashtu që në ka marrë malli edhe për atë melodin e fyllit çobanit kur i bjet jenë korije. Por nuk ka çoban. Por nuk ka çoban sepse s'kemi akademi çobansh. Se nuk mbarojnë budalliqet e ministrat të kësaj qeverie. Njëri thot do grem akademi çobanësh, tjetri thot e keni fajin ju që mbetet vaj i ullirit ekstra virgjën në shtëpia. E keni fajin ju se do të gjonit Berishën ju atërë kur thoshte mbilli se para do t'i japi qeveria. E pra këta pushtetar do të ndëshkohen për të gjitha këto. Falenderit të gjithëve qytetarët e Gramshit që kanë ardhur sot këtu. I uroj suksese të gjithë kandidatëve. Ftoj të gjithë qytetarët e Gramshit që të votojnë djalin e thjesht Gramshoqët, familjarin e rregullt, artistin e madh, me fan për te i kufive, të votojnë Pavarotin shqiptar Armando Klogjeri.
Një mesazh kam për të gjitha ata patronazhistë që në çdo fushat, natën si ka po të çojnë të zinj, me paratë e pistë dhe mjedhën e pistë, shtëpi më shtëpi, për të çoroditur mendjet e këtyre njerëzve të varfër, për të ndryshuar vullnetin e këtyre njerëzve të varfër. Edhe atyre drejtorëve, të cilët vënën pension varësit e tyre. Edhe ata punojës të ndihmës ekonomike që të ustojnë njerëzit, të mos luajnë, të rrinë aty ku janë, të mos e bëjnë më, se në qytet po vjen një sherif i ri, dhe ju e dini vetë pastaj. Dhe së fundi, Doktor Berisha, ju nesër do t'jeni kryeministri i Shqipërisë. Por unë do t'jem ndoshta personi më i bezdisur për ju. Dhe jo vetëm unë, por unë bashkë me Armando Kloqerin. Ne do t'jemi tek dera e kryeministrit. Jo për favore personale, po do t'jemi aty bashkë me Armaldon për këto rrugë që i mungoj Gramshit, për këto ujtë pishëm që i mungon Gramshit, për ato invaditje që i mungon Gramshit, për këtë varfëri ekstreme, migjeniane që është Gramshi. Ne do t'jemi aty, ne dim që Shqipëria ka halë probleme shumë, por Gramshi është në emergjencë, doktor. Ndajun me Armaldon për zëradhe që tani, ne evit parët. Faleminderit dhe suksese! Tani kam kënaqësinë të ftoj